Kolonja, fshati turistik nën kodrat e manastirit të Ardënicës, është sot një tjetër dëshmi e premtimeve të pambajtura të projektit qeveritar 100 fshatrat turistik. Edhe pse është shpallur pjesë e kësaj nisme, në terren mungojnë investimet dhe çdo ndryshim real, statusi i fshatit turistik ka mbetur vetëm i parealizuar, ndërsa realiteti i banorëve nuk ka ndryshuar. Kështu janë shprehur për televizionin Apollon banorët, sipas të cilëve u thanë se Kolonja do të bëhej një fshat turistik, por realisht nuk ka ardhur asnjë investim. Rrugët, trotuaret, gjelbërimi dhe ndriçimi janë po ato, ndërsa shumë lagje vazhdojnë të jenë pa kanalizime dhe të mbuluara nga plehrat. Unë jam një emigrant, vij se merr mall për familje. Kam qejf ta vizitoj vendin tim, por ndryshime nuk shoh. Unë kam sjellë miqtë e mi këtu ja. Nga dera brenda kam ngelur të kënaqur, nga dera jashtë shturen, duan ta sjellin miq, kanë qejf të investojnë. Ju ku jeni emigrant? Unë jetoj në Angli. Po, miqtë tuaj nga Anglia, e konsiderojnë si zonë turistike me standarde apo mungojnë shumë? Zhgënjen, drejt me thënë zhgënjen. U prezantoj edhe miq të tjerë atyre të sjellin njëri tjetrin këtu. U pëlqen shumë si vend, klima. Qa kanë thënë, qa s'kanë thënë, deri tani, ato që kanë qenë janë. Deri tani, si kanë qenë, projektet ato janë, asë një ndryshim. Unë nuk di shumë se si janë këtu, po nuk shikoj dhe indiksim në një gjë. Unë kështu kam një orë, po për ati 15 vjetë. Premtimet për infrastrukturë, zhvillim të ekonomisë lokale, agroturizëm dhe rikonstruksione të rëndësishme rezultojnë të parealizuara. Banorët gjithashtu thonë se projekti u përdor më shumë për propagandë se sa për zhvillim real të zonës. Sipas komunitetit, shpallja e Kolonjës si një fshat turistik nuk ka sjell as mbështetje për fermerët, as nxitje për agroturizmin, duke e lënë zonën të përballet me të njëjta problematika të përditshme. Këtu nuk u investua për fshatin turistik dhe projekti ka mbetur në letër, ndërsa komuniteti është lënë në harres, edhe pse Kolonja mbetet sot një fshat me potencial të madh turistik, për pa vëmendjen dhe investimet e premtuara nga qeveria.